Prokuria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka paraqitur pretencën për të pandehurit e dosjes Meta Kuremadhe, të cilët kanë zgjedhur të gjykohen me procedurën e gjykimit të shkurtuar. Mes tyre është dhe Fatime Kuremadhe, nëna e deputetes Monika Kuremadhe, për cilën SPA kërkoi dënimin me 7 vite e 6 muaj burg për shkak të përfitimit nga gjykimi i shkurtuar. Masa e dënimit ulet në 5 vite burg. Megjithatë, duke marrë në konsiderat moshën e saj, prokuroria kërkoi pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burg dhe zëvendësimin e tij me 5 vite shërbim prove. Në të njëjtën dosje, SPA kërkoi për Piro Xhixhon dënimin me 4 vite burg, i cili reduktohet në 3 vite për shkak të gjykimit të shkurtuar. Edhe në këtë rast, organi i akuzës kërkoi pezullimin e vuajtjes së dënimit dhe vendosjes së tij në shërbim prove për një periudhë 4 vjeçare, ndërsa për të pandehurën e Maçoku, prokuroria kërkoi dënimin me 7 vite burg, i cili pas aplikimit të gjykimit të shkurtuar reduktohet në 4 vite e 8 muaj, duke propozuar gjithashtu konvertimin e tij në 5 vite shërbim prove. SPA kërkoi gjithashtu konfiskimin e vilës së Fatime Kuremadhe në zonën e Kodrës së Diellit me argumentin se edhe pasuria është deklaruar me burime të lishme, vlera e saj përkon me pasurinë që sipas akuzës dyshohet se janë pastruar. Sipas organit të akuzës, Fatime Kuremadhe nuk arrin të justifikojë burimin e 508.000 eurove dhe $246.000 të deklaruara për shitblerjen e kredive bankare. Prokuroria pretendon se kreditë marra për blerjen e apartamenteve janë shlyer me para në dorë, për të cilat nuk ekziston një burim i lishëm i dokumentuar. Vendimarrja përfundimtare i takon gjykatës së posaçme, e cila do të shqyrtojë kërkesat e prokurorisë dhe mbrojtjes përpara shpalljes së vendimit.